Bjeta Sulo prej vitesh ka arritur të mbërthej pas ekranit shikuesit me drejtimin e emisionit të Pasdites. Ajo është krenare për çdo gjë që ka arritur, por edhe për rezultatet e punës së saj. Madje nuk e fsheh faktin se emisioni i saj i Pasdites është më i ndjekuri në krahasim me koleget e saj. Para disa kohësh, në një status gazetarja, u shpreh se në bazë të matësve televiziv dhe YouTube rezulton se ajo ka më shumë klikime se Rudina Magjistari, çka tregon se publiku ka më shumë interes për temat që ajo trajton. Nga ndjekësit e rrjeteve sociale, këto deklarata u komentuan si sfide hapur e Bjetës ndaj Rudinës. Bjeta u shpreh se statistikat nuk gënjejnë. Gjithsesi, në jetë dihet se çdo gjë ka ciklin e vet. Ka një fillim, por ka edhe një mbarim, e këtu nuk bën përjashtim as puna. Pas shumë vitesh në televizion, fillimisht si asistenti Alban Dudushit, e më pas si moderatore, duke se Bjeta Sulo ka vendosur të largohet nga ekrani. Brenda korridoreve të medias, po flitet se Bjeta Sulo ka vendosur të largohet nga Top Channel. Tashmë kanë filluar kërkimet në tregun mediatik se kush do ta zëvendësoj Bjetën në këtë format. Por pse e ka marrë Bjeta këtë vendim? Burime pranë gazetares shprehen se ajo tashmë do të jetë në të njëjtin televizion me bashkëshortin e saj, Alban Dudushi. Tashmë janë duke u bërë lëvizjet e fundit, që në shtator Bjeta të shfaqet në ekranin e radio televizionit shqiptar. Ndoshta fakti që do të jetë në të njëjtin televizion me Albanin ka bërë që Bjeta ta pranojë ofertën e re. Në radio televizionit shqiptar, Albani është një emër me peshë dhe ai paguhet mbi 6.000 euro në muaj. Edhe Bjeta pritet të ketë një rrogë të kënaqshme në radio televizionin shqiptar.